Atëherë, kur dhe si duhet të zgjedhim një life leader të ri? Dy mënyra. Nëse life ju është krejt i rirë dhe kemi një life evangelistik, sepse mund të krijohen edhe life evangelistike. Për shembull, kam një person në life-in tim që thot, shiko, kam një grup shokësh në shkollë të cilëve po u flas të gjithëve për Jezusin. Nuk është një life i vërtet, po unë ende po evangelizoj. Bëj që filloj të mbaj mbledhje dhe nis të flas për çdo gjë që ata duan të flasin, fundi koheve, pyetje, por ata fillojnë të kthehen dhe unë filloj të kem këtë life të ri, ose për ndryshe kemi shumëzuar life, unë jam life leader i ri dhe dua natyrisht të shumëzoj të paktën një herë në vit, siç kemi thënë që është qëllimi im. Nëse unë kam tashmë disa persona që kanë ardhur me mua nga life i tjetër, që e di që janë tashmë të fortë dhe që i shoh që janë tashmë të pranishëm e tjerë, natyrisht që unë do të synoj këta persona si life leader at e mit të rinj. Unë ju sugjeroj 2 ose 3 persona. Sigurisht, nëse ka një qift, zgjidh qiftin, por nëse jetë e juthet, të kujtojmë të mos vendosim në të njëjtin live dy të dashuruar, përveç nëse janë gati për të martuar, pra aty pas qoshës, sepse nëse ndahen, unë nuk dua të shkoj atje sepse është ai, unë nuk dua të shkoj atje sepse është ajo, dhe ne i humbasim të dy. Pra, me kalimin e kohës, kemi kuptuar që është më mirë të mos vendosim të dashuruar, përveç nëse vinë që në fillim bashk ose kanë bashkjetuar, atëherë po, vendosen në të njëjtin live. Që nga dita e parë që fillon jeta ime e përditshme, unë duhet të kem filluar të vëzhgoj me shumë kujdes të gjithë ata që do t'jenë personat e duhur, të cilët do t'i shfrytëzoj në mënyrë efektive për të shumëfishuar rezultatet tona. Dhe nëse është diçka krejtësisht e re, nuk kam askënd, atëherë hapi i parë është të kem syt hapur. Çfarë duhet shikoj? Nëse personi është gjithmonë aty, nëse nuk mungon kurrë, nëse nuk vjen, lajmëron, çfarë përgjigje e jep në dishebullizimin e tij? Është një person që është prezent, është një person që po rritet, është një person që e shoh edhe të dielave, që e shoh në kish, në të gjitha aktivitetet. A ka një lutje? Ka një ndërmjetësinë? A ka gjërim? Pra, mbi të gjitha, unë shikoj besnikërinë dhe pasionin e këtij personi. Pra, nëse vini tashmë nga një jetë tjetër, unë njoh tashmë njerëz që janë udhëheqës potencial. Do t'i synoj këta njerëz që nga dita e parë. Duhet t'ua shpjegoj këtyre njerëzve të mos bëj sikur nuk e di, nëse ata vinë tashmë nga jeta tjetër me mua për çështjen e shumëzimit, duhet t'u them, shiko, Ana, Carlo, Giovanna, dua të fokusohem tek ju, do t'ju trajnoj personalisht si udhëheqës të lajfit. Nuk është e thënë që duhet jem patjetër unë mentori i tyre, por do t'u them, do t'ju trajnoj drejt për drejt. Dua t'ju formoj që të mund të bëheni udhëheqësit e ardhshëm të lajfit. Nëse unë jam udhëheqësi i lajfit dhe mendoj se është një person që dua ta formoj edhe si dishepull, edhe nëse nuk ka qenë dishepulli im, mund t'i marr këta njerëz në kujdesin tim. Absolutisht. Flas me personin që i ndihte ata dhe i them që do t'i marr, nuk është e detyrueshme, dhe këtë duhet ta vendosë çdo udhëheqës life nëse do ta bëj apo jo. Pra, nëse është një life ku ende nuk kam askënd që është potencial, është shumë i ri, filloj të shikoj përreth, të shikoj sidomos besnikërinë e kësaj personi. Pastaj unë lutem, është shumë e rëndësishme, apo jo? Jezusi ishte aty duke u lutur para se të zgjidhte dishepujt e tij, prandaj do të lutem duke i kërkuar Zotit konfirmim, duke i kërkuar Zotit të më bëjë të shoh. Nëse nuk jam unë ai që i dishepullon ato persona personalisht, do t'i kërkoj mentorit të tij si është në mentorim. A e hap zemrën, sidomos si reagon përballë një korrigjimi. Sepse njerëzit mund të janë të mrekullueshëm derisa t'u thuash që janë të mirë, por përballë një korrigjimi, nëse reagojnë keq, nëse reagojnë me krenari, nëse reagojnë me një karakter të keq, ja, kjo person, edhe nëse di të flas shumë mirë, nuk do të jetë personi që do të zgjedh. Zgjidh gjithmonë besnikërinë mbi aftësinë, sepse aftësinë dhuntit na jep Zoti, por besnikëria, karakteri i përket personit. Prandaj, shiko shumë karakterin, përpikmërinë, nëse thot diçka, e bën, gjithashtu edhe zemrën e tij, qëllimin e tij për Zotin. Shiko, gjithashtu, nëse është një person i aftë të mësoj, sepse është e kohë të vendosësh një person që kur mëson ose kur udhëheq, askush nuk do të vi më në live sepse i humbet. Pra, shiko nëse është një person që është prezent, nëse është karizmatik. Nuk është? Mirë, unë mund të të mësoj si të mësosh. Sepse nëse ke një zemër të mirë dhe je një person me karakter, unë mund të të mësoj si ta bësh.
Sigurisht që ka njerëz që e kanë këto në gjak, po nuk është e thënë që ai që është tashmë një lider nga natyra të jetë më i miri. Përkundrazi, ndonjëherë kur dikush është tashmë lider, mund të ndodhë që të jetë një person shumë krenar, me shumë vështirësi për të korrigjuar dhe në fundit fiton më shumë dhe po ju them nga përvoja, me njerëz super besnik ndër vite janë ata që japin më shumë fryte se sa ai që thot sjell një mi vet, por ndoshta nuk di ti ndjek ata. Duhet shikosh edhe këtë. Personi sjell shumë njerëz, ndoshta do të jetë ai që do të nis grupin e ardhshëm të Life, sepse është ai që i ka sjell të gjithë ata njerëz, por nëse sjell njerëz dhe nuk është në gjendje të ndjek, atëherë ndoshta është një person që ka më shumë lehtësi në komunikim, por është e rëndësishme që të di edhe të ndjek ata. Atëherë unë do të shikoj këto pika. Prandaj po i përsëris. Ende nuk ka askënd. Syt hapur, lutje, shikoj karakterin, shikoj aftësinë për të mësuar, shikoj nëse është proaktiv. Një lider është proaktiv. Çfarë do të thotë një person proaktiv? Është një nga karakteristikat më të rëndësishme për një lider, pasi sigurisht që ka njohur Jezusin dhe është i përkushtuar ndaj Zotit. Një person të cilit nuk duhet i them gjërat, por ai person ka 20 sy. Pastor, pash që mungonte kjo gjë. E solla. Pash që në live-in ton, shiko, drita ishte shumë e fortë. Solla këtë dritë këtu, ose më mirë, çfarë mendoni nëse e blejmë? Një person që jep zgjidhje, jo që kritikon, por që jep zgjidhje, dhe gjithashtu një person që nëse i thua të bëj diçka, ai bën më shumë nga sa i ke thënë. Shiko, javën tjetër mund ta sjellsh këtë, personi e ka sjell këtë dhe edhe diçka tjetër, madje edhe një ide tjetër. Nëse përkundrazi është një person që bën vetëm atë që i thua të bëj, do të thotë që është një person që duhet ta ndjekësh gjithmonë, duhet të mësosh që aftësia e leadershipit është edhe thjesht proaktiv. Nëse përkundrazi është tashmë proaktiv, atëherë duhet fokusohesh fillimisht te ky person. Mbaje mend, karakteri është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme është një dishepull, një person që ndjek, ti i thua të bëj disa gjëra, po mund të jap mendimin e vet. Mund të thotë sa bukur do ishte sikur ta bënin kështu, por është një person që ndjek, është një person që përvetëson të gjithë vizionin e kishës son. Gjithashtu, siç ju kam thënë në studimin e parë, ne citojmë, konsolidojmë, trajnojmë dhe dërgojmë. Këto janë 4 gjërat, personi duhet të jetë i formuar edhe biblikisht. Pra, kush mund të jetë drejtuesi i jetës? Një person që përveç të gjitha karakteristikave që ju kam dhënë, pra karakteri, proaktiviteti, është një person që është dishepull, një person që ndjek, një person i përkushtuar ndaj Zotit, që ka një zemër për Zotin, e tjerë. Çfarë duhet shikoj përveç kësaj? Nëse personi e bën dishepullimin e tij, nëse është i besueshëm në dishepullimin e tij, nëse nuk jam unë ai që flet me mentorët për të kuptuar si është. Gjëja tjetër që duhet shikoj është nëse është tashmë e regjistruar në shkollën biblike, mundësisht nëse ka bërë tashmë një vit shkollë biblike, por edhe nëse nuk ka bërë një vit, nuk ka problem. Personi është i regjistruar dhe është i rregullt dhe dëshiron gjithashtu të rritet, sepse të kujtojmë që ka edhe mentorin e saj që po e ndihmon të lutet, ta agjerojë, të rritet personalisht. Pra, nëse po ndjek këtë rrugtim, nëse ka bërë të paktën tërheqjen e parë, atëherë ndoshta do ta çojë të bëjë edhe tërheqjen e dytë. Por kjo person ndoshta është e re në besim. Është e vërtet, or jam unë pasaj, mentori i saj është pasaj, që do të thotë se është një lider në formim. Por ka edhe njerëz që vinë pas të tjerëve, që janë aty prej 1000 vitesh dhe kanë një reagim, një besnikëri dhe një qëndrueshmëri edhe më të madhe. Kështu që nuk ka të bëjë vetëm me kohën, por ka të bëjë me zemrën, karakterin dhe gjithashtu nëse personi, edhe nga ana njerëzore, është më i ose më i gatshëm për të çuar përpara jetën e tij saj. Nëse i gjen të gjitha këto karakteristika, ke lutur dhe ke marrë konfirmimin nga Zoti, atëherë thuaj personit, dua të investoj në jetën tënde si udhëheqës i Life-it, dua që ti, gruaja jote, ose ti dhe kjo personi tjetër, ose ju të tre, të jeni udhëheqësit e ardhshëm të Life-it në shumëzimin ton. Këtë duhet ta bëj sa më shpejt jetë e mundur që të kem përpara një vit të tërë, ku unë po stërvit këta persona. Do të janë personat që do t'i përdor më shumë për të bërë gjërat.
Do t'u kërkoj përgjegjësve të ndryshëm të lavdrimit, pra përgjegjësve të worshipit, të bujarisë, që të investojnë edhe ata, të bëjnë në mënyrë që kjo person të jetë gjithmonë aktive dhe që kjo person gjatë vitit të mund të udhëheq ndonjëherë worshipin, të udhëheq momentin e bujarisë, do ta vendos sa më shpesh këtë ose këta persona që të jenë moderator, do t'u them her pas here, unë nuk do jem sepse kam një angazhim, bëjeni ju live-in dhe pastaj do t'u jap një listë ku duhet të bëjnë të më japin një feedback. Është shumë i rëndësishëm feedbacku. Pra, me kalimin e kohës, nuk bëj premtime duke thënë do jesh ti, por do të më pëlqente të të formoj. Edhe pas 2-3 muajsh, ne bëjmë mbledhje feedbacku wow. Dhe feedbacku ne bën kështu, si pas teje, si u dhoqe lavdërimin, si pas teje, si e bëre momentin e bujaris. Si pas teje, bëj që personit jap vetës një not para se t'ja apësh ti. Kur personi ka vënë vetes notën, i thua, si pas teje, duhet të ndryshosh apo të përmirësosh diçka. Nëse personi thot po, ose më saktë nëse thot nuk e di, ti do ta ndihmosh. Nëse thot jo, jam perfekt, ai tashmë është diskualifikuar, sepse të gjithë jemi në shkollën e Jezusit. Mbaje mend që në fillim ne formojmë liderët dhe kujtovu që nëse i ke zgjedhur ata, sapo të vinë njerëz të rinj, vendosi menjëherë të rinjt të disipullohen nga kjo person që do përdorësh për të bërë shumëzimin, në mënyrë që kur të vi momenti i shumëzimit, njerëzit të jenë tashmë të lumtur të shkojnë me të apo me atë, sepse tashmë bëjnë disipullim dhe tashmë kanë një grup së bashku. Dua t'ju këshilloj. Ju që do të bëheni life leaders të rinj ose që jeni tashma dhe ende nuk e keni bërë kursin mentor dishepull, ta bëni patjetër. Edhe ti që je life leader, sigurohu që të gjithë personat në grupin tënd të bëjnë kursin mentor dishepull. Ndoshta edhe në fillim të grupit, në fillim të vitit, bëjeni të gjithë bashk, sepse është i dobishëm si për ata që do t'jenë mentor, por edhe për ata që do të mentorohen, që kështu kuptojnë si bëhen mentorimet. Shto, nëse dikush thot, a jo, po sabati bëhet kështu, ti mund t'i thuash, jo, kam bë kursin mentor dishepull dhe nuk është pikërisht ashtu. Ky kurs gjendet në faqen tonë të internetit dhe ti mund t'hysh aty. Ka video dhe gjithashtu, nëse dëshiron, mund të blesh manualin mentor dishepull për të studiuar më mirë. Por nëse je një life leader, sigurohu që të gjitha ata që janë mentor në grupin tënd ta kenë bërë këtë. Bëj një kontroll me ta sepse kështu ne fillojmë nga e para për të nisur.